Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët tek episodi radhës. Sot jemi me yjet e Rin Show. Përshëndetje Anja, Daniel dhe Dionis. Mirë se erdhët në podcastin tonë. Përshëndetje. Shumë faleminderit që u bët pjesë. Atëherë për të hyrë direkt në dialog si tha Dionisi mbrapa skenave. Pyetja e parë është për ty. Ne pam që shfaqja u hap me ciklin e jetës. Dhe për të thënë dhe atë pjesën që ti ishe gjatë gjithë kohës në skenë. Kishe një duet me Athinan, me Inën në kërcim. Si u alternuat në kërcim? Ishte ideja jote për të bërë pjesë e saj? Kishte ndonjë problem, ndonjë prapaskenë që mund të na i thuash, që mund ta mbash mend? Ishte e vështirë për ty të bëhesh pjesë e saj? E vështirë nuk ishte, po thjesht pjesa vetëm që na pengoi ishte se unë gjatë provave të etydit, domethënë ishte ai cikli i jetës kur ishim bebe, më pas në shkollë, ishte që unë domethënë përdorilla këmbën, e nuk nisa atëre kur duaj provat, por nisa 2 javë para shfaqjes. Edhe shqyr domethënë nuk prisja domethënë të dilni më mirë. Prisja diçka më të ulët, por ja dolëm. Ja dolët. Ajo kemistria midis ju të dyja ishte? Ishte okay. Okay. Ishte okay. Jo shumë mirë, po që ishte mirë. Domethënë nuk u vure ne që ishin në atë backstage-in në kuptimin që pam edhe kur ju alternuat në rreshtë të fundit dhe pjesa e backstage-it kur erdhëm më pas nuk vum re, domethënë kur pam ato intervistat e shkurtra nuk vum re që kishte ndonjë problem që ju të diskutoni, që ishte gjithçka u duk shumë bukur dhe ne ju përgëzojmë për këtë gjë sepse u përcoll shumë bukur tek publiku. Shumë faleminderit. Gjithashtu ishte regjizori që ju vendosi bashkë apo ishte Ina që kishte nevojë për një partner, si u alternuat? Po Inës si duhej një partner, që mua më kishte shok domethënë, më thanë mua, unë pranova. Edhe pse nuk kisha asnjë eksperiencë ndaj kërcimit baletit. Edhe regjizori domethënë vendosi që na i ver duan në mes të etydit. Super. Përshëndetje, se unë nuk arrita do të thosha, kemi pak keq mikrofonat, jemi thatë nga këto fusha. Kam një pyetje për Danielin. Po. Unë ju të dy ju kam parë së bashku, sa kam arritur të shikoj dot në shkollë. Kur hyt për Rin Show, kur thatë do e marrim pjesë dhe ne në këtë spektakël. E kishit atë parandjenjen ose dëshirën që duam të punojmë së bashku, domethënë ti si Daniel dua të punoj me Dionisin siç ishin 2 statujat? Po. Apo normal, po. Ishte spontane? Ishte më bukur se jemi dhe shok edhe. Si lindi ajo idea për të qenë pse ato 2 personazhe fikse? Kishte pak një kunjë atje po ta vija re dhe unë, se njëri rat çik më shumë herë se sa tjetri në skenë. Dhe njëri doli duke u rokullisur. Pse këta 2 personazhe zgjodhët? Apo ashtu ishte skenari? Po, ishte edhe skenari, po edhe konkurrenca që kishte Rashi me Themistokliun edhe. Po gjimnazet që marrin pjesë në Rin Show janë shumë, pse jo prekën? Po pse Themistokliun? Po, më shumë Themistokliu flitej. Shiko, teknikisht, po ta mendosh, Themistokliu dhe Rashi ishin 2 njerëz, preka, nuk figuron. Të sillin me aktën, ndërkohë. Po, maltën, me një flamur. Ka dhe shkolla tjera, po ky është rivaliteti kryesor. I Korçës. Ka shumë vite. Kryesor. Wow, okay. Lajme të reja po shfaqen këtu. Ndërkohë që Anjën e kemi në tjetër kënd, po kalojmë nga aktrimi në sfilat, kështu që unë dua çdo detaj të mundshëm me veshjen, me ideimin, me koordinimin, kështu që Anja vetëm fol. Okej. Si fillim nisim me sfilatën. Sfilata ishte një gjë e mirë menduar. Pra, ishte pjesa e karnavalit, që ishin veshjet abstrakte, dhe ishte edhe pjesa e sfilatës klasike, që ishin veshje klasike nga të gjitha vitet. Unë isha viti 1910, nëse nuk gaboj, po u bën shumë drime dhe prandaj edhe në vitet na u gatruan. Dhe unë fillova të përgatisja veshjet që në provën e parë, pra që kur u hodhi ideja, unë e kisha veshjen time në mendje. Bëra disa veshje nga më të ndryshmet dhe më pas vajta dhe ja tregova vajzës që ishte në krye të sfilatës, Inës, dhe i thash kam këto, më sugjeroi ti kë. Dhe Ina zgjodhi, i pëlqeu më shumë sepse të rishte më shumë vëmendje, ishte pjesa e fustanit pink të madh, masiv, që ai fustani, o zoti i madh, më ka marrë me vete tratoher. Po. Më ka marrë me vete tratoher. Ishte Anja është një person i vogël. Edhe era mund ta kryej, po. Ai fustani ishte tmerrsisht i rënd sepse ishte edhe pjesa e telit poshtë që duhet të frynte fustanin dhe ishte shumë i rënd, por që gjithsesi edhe me takat ishte pak komplikimi sa të mësohet ecje, por që gjithsesi ja dolëm. Ishte ajo frika në skenë sepse teatri ka dhe ato segmentet, ato të çarat e vogla që mund të ndodhte siç ndodhen. Mos fort tani, mos. Ishte pjesa tënde ajo. Po e lej këtë pjesë. Ndërsa pjesa e kërcimit ishte
Ja, po, e shikoj, prandaj dhe ata bëjnë korrent, prandaj do të isha në mes. Vazhdon bifi edhe pas Rin Show. Post Rin Show. Pjesa e kërcimit. Unë tek kërcimi papaute që u hodh në fillim, unë dola pata dhe në fund një mbyllje dua me anën. Më pas u mbyll me pjesën solo të Inës, por që patëm dhe në një pjesë me anën. Ajo ishte diçka shumë spontane që ndodhi, sepse thjesht duke hedhur lëvizje, në thjesht ngelëm në një moment. Raçi është të papërmbajtshëm. Ishte diçka shumë spontane që u hodh, sepse nuk dinim më çfarë lëvizje të shtonim dhe ishte pak i vështirë koordinimi mes vajzave të tjera që ishin ansor dhe ne timi dhe Janës që duhet ishim në mes. Dhe tek pjesa e finales e mbaj mend kur kemi parë skenën për herë të parë që ishte aq e vogël, kemi menduar me anën do bijem këtu. Do lem kokrën e namit. Si maturante do mbajmë mend që kemi ra nga skena. Ajo skena kishte një goxha lartësi madje. Një pyetje, ju të dy e bët edhe një herë skeçin përsëri kur u dha finale apo jo? Aktrimet smorën pjesë finale. Aktrimet nuk okay. Jo, mirë se atë thash, si do rrotulloheshe Danieli në përskena aq të vogël se këtë po dëgjoja. Si do binit, si do. Jo, atë krijova domethënë në moment. Krijova unë atë në moment se s'kisha si të dilja nga skena. Okej, do me thënë spontan. Dhe një kuriozitet tjetër, i gjithë skeçi i Raqit Themistokliut, që do me thënë ishte duhet të dilte vetëm një herë, por u shtuan ato 2 radhë të tjera që bëgjistej 3 herë atë ditën e shfaqjes. Si, edhe skenarin dhe gjithçka, ju dhe fjalë dhe gjithçka, do me thënë një orë, 2 orë para shfaqjes. Çemistria. Po, do me thënë ju arritët ta perfeksiononi, sepse ajo nuk dukeshe sikur ishte diçka e për në moment, duket sikur ishte një trup i vetëm shfaqja. Po. Bravo, interesante. Tepër interesante. Unë kam një pyetje për ty Anja, se the që ishe pjesë e sfiladës. Se unë kam qef kështu t'ju. Mu duk mua apo ishte muzika çiksi jo në përputhje me sfilatën vet? Po të tëra i vere për çfarë. Mua atje isha. Në fakt, më fal. Ishim tek pjesa rresht i fundit dhe shikonim plertën. Doçkat. Shikonim ata që ishin aty mbrapa sken kur ju me lëvizni apo dhe pra ecni. Unë harrova komplet pjesën që duhet të shikoja regjin sepse muzika ishte vërtet, domethënë ishte pak e komplikuar, patëm shumë komplikime gjatë muzikës, sidomos në provat gjenerale një pati goxha nga Tresa dhe kur në provat gjenerale pash që kisha aq pak kohë, ndërkohë ne ishim 3 vajza të treja me taka, thash çfarë do bëjmë? Po që pastaj gjatë ndrimit të muzikës ne vazhduam të ecnim, u futëm në kuintat që ishim për të futur edhe thjesht shpresuam për më të mirë. Ishte problemi teknik apo ishte problemi tek ju? Ishte muzika çiksi shumë shpejt apo ishit ju të vonuar? Besoj se ishte problemi tek muzika. Je sigurt për këtë? Teatri në gjyq. Teatri në gjyq. Do flasim. Mendoj se ishte në të dyja. Objektivitet dhe transparencë. Ka goditur kokën kur karam, prandaj po ri shumë mirë. Ndërkohë që Dionisi na foli për kërcimin, tani do ndalemi pak te aktrimi sepse dole 2 herë me aktrimin, kështu që unë dua të më thuash ku e ndjeve veten ti më shumë që ishe ti. Kush të përshtat më shumë si rol? Po tani të them një të drejtë ndora 3 herë në aktrim. Okej. Isha në 3 skeçe. Në gjyqi, në Raqit dhe në Themistokliu dhe në Karigja. Më shumë veten e ndjeva kur isha në gjyqi. Do me thënë se aty kisha do me thënë siç mund të bëj neutrale, kur bëhem nerva aty po ja aktroja. Ishe vetvetja. Po. Ishe vetvetja. Ke qef të korruptosh njerëzit? Po, shumë. Mbajni mend. Si erdhi ideja e skeçit? Ishte regjizori apo? Po ishte domethënë gjitha nga regjizori, domethënë ishte një skeç i vitër, të viteve më parë nga 2000. I rikthyer, po. E përmendi Franca. Nga Estrada e Korçës. Dhe unë thjesht u përpoqja ta imitoja atë personazh sa më mirë. E kuptoj. Unë gjirën e gjik se thire pak. Po, shumë. Si ishe pas asaj shfaqje? Isha pak i ngjirur, por shumë krenar për veten time. Duke qenë se në prova nuk besoj se apo me të njëjtën potencë ishte e thirrur edhe në prova. Që nga dita e parë. Do me thënë të ruajt zëri deri diku ande nga fundi. Me ujë, me propozitë. Super. Mua më lind një pyetje, duke sikur e gjen veten shumë në aktrim. Ka ndonjë moment gjatë jetës që ke kuptuar që ke talent në aktrim? Po, domethënë
mund ta kem hasur këta në për eventimente të tjera, sepse kemi pasur një shfaqje në shkollë për 28-29 nëntorin dhe për 7 marsin. Po gjithsesi e kam vënë edhe midis shoqërisë ose kështu kur duhet të imitojmë dikë. Gjithsesi plasën në ty. Po, gjithsesi e shoh veten që ja vlej, domethënë kam talent për aktrim. Do doje të vazhdoj një të ardhme lidhur me artin? Lidhur me artin po, lidhur me aktrimin nuk e di. Ndërsa me artin kam qejf domethënë shumë fushën e fotografisë, stilimit të veshjeve edhe modelimit. Wow. Domethënë në përgjithësi jam domethënë pas arteve. Pse jo do e keme një opsion për aktrimin? Po pra, be safe. be safe. Daniel, ti e the që arrite se ne pyetje në fakt e kishim bërë sa herë re ti në skenë, kishin ndonjë problem në prapa skenat kur bëni gjatë ato provave, kur o lele koka. Po, vetëm kokën e vrova pak. Ai kemi tani. Tani shqyre kam. Ideja e skeqit. Ndërkohë që ti bie duhet të driqte Dionisi, pastaj rotullove. Ishit shumë comfortable bashk në skenë. Ishte, domethënë, duke qenë se jeni shok apo ishte edhe mënyra e që të qenit bashkë në rol? Gjë kryesore ishte që jemi shok dhe domethënë kishim kimia e bari gjithën. E kuptoj. Shiko tash, se kam vënë që deri tani keni qeshur një 3 minuta, sa është kjo 11 gjithsej. Patje si nuk qeshët? Po, kjo është e bukur. Në skenë apo ishin emocione? Të dy më përgjigjen, mos u zini. Edhe atje qeshën, po nuk u dallua shumë. Qeshën pak edhe atje. Ishin larg ne. Domethënë, nuk u e ka vënë re njëri sepse ishte një moment që Danieli domethënë shpiku diçka jashtë rolit dhe e bëri shumë bukur, qeshin dhe publiku. Në ato momente merri për të qeshur nga që u bëra shumë krenar. E mban më fjalën fiks. Ishte në momentin kur dolëm për herë të tretë. Dhe domethënë doli si vrar pas përveç rrotullimit në momentin e tretë pasi kishte rënë 2 herë, e doli shumë i vrar dhe tha, "Na shkatër moqit fare." Ajo është domethënë momenti që më erdhi mua për të qeshur. Me thënë, edhe atje qeshët. Edhe këtu qeshët dhe do të qeshët. Pra të paftit jemi ne. Që nuk kuptuam gjë. E qeshura të shton jetën. Sa lezetshëm. Anja. Hello. Jo, kjo është pyetje fare dramatike. Kjo është një pyetje ti, si njeri, si të thejmë unë Rashi njeri asëri. Unë thjesht. Ti si një performues e ti që dole në skenë, dua të më thuash një moment që të ka mbetur në mendje nga prapa skena, mund të jetë jo domosdoshmërisht kur po bëni prova, dhe një moment thjesht me miqtë, dhe një moment në skenë vetë që ty të ka pëlqyer shumë, jo domosdoshmërisht prap, të ke qenë tëndja, një pjesë që të ka pëlqyer ty nga të dyja. Që të ketë patur momente që më kam ngelur në mendje janë të shumta. Domethënë, disa nga momentet ishin ajo pjesa para ose pas provave që pasi mbaronim ose para se të mblidheshim në radhë të parë, thjesht dilnim një grup masiv dhe pinim kafe, bënim shaka, flisnim për shfaqjen, çfarë do bëjmë, si do dalim. Një pjesë nga shfaqja kishte shumë momente, po momenti i parë është domethënë ne kur bënim prova nuk kishim lidhje me aktrimin. Aktrimi ishte kat tjetër, ne ishim kat tjetër. Dhe unë kur kam parë shfaqjen për herë të parë në shfaqje, në prova generale, thjesht kam parë Danielin që ishte pjesë e trupës të aktrimit dhe kam ngelur, kam thënë më fal, ku kam qenë unë në këto prova? Pse mora vesh kaq vonë që një nga shokët e mi të klasës është në aktrim? Se Dionisin e dinim, po Danielin nuk e dinim fare, nuk ja kisha iden. Pastaj një pjesë tjetër ishte kur unë isha tek dhoma lart në teatri dhe numrat i kishim shumë gjitur me njëri tjetrin dhe thjesht dilnim nga skena, fusnim vrapin, gjiteshim lart, ndroheshim dhe zbrisnim poshtë dhe thjesht në një moment vjen njëra nga vajzat pas sfilatës, pasi kishte mbaruar sfilata, unë po ndrohesha për më duket performancën e Brigelit, në nuk ka bëj, dhe më vjen dhe më thot thjesht rash. Para 5 minutash kisha dëgjuar edhe një tjetër që kishte rënë. Ore, pse vetëm po bini? Çfarë po ndodh? Në atë shfaqje ne na kishin marrë mësysh, nuk ka mundësi. Po që momentet parueshme kishte shumë, edhe tek pjesa kur mblidheshim, edhe tek pjesa e provave që sado serioz përpiqeshim të ishim, prap një këpuste njëri qeshte dhe pastaj nisim të gjithë qeshnim dhe thjesht e linim 5 minuta pushim dhe sa pushime janë bërë ato 5 minuta u bën pafundme, domethënë.
15 orë. Ne po vim nga dalë në fund të pjesës së parë, kështu që pyetja e fundit që un kam është skeçi që mezi po prisni të performonit, ose ajo dalja më perfekte që mendoni. Për të tre. Me radhë zgjidhni me letër me vrimkë. Flet gura po bërshar. Unë për veten time thjesht të dilja, nuk e kisha problem, domethënë. Të gjitha skeçet mezi po. Prandaj bajte gjithë shfaqjen ti po. Po. Unë për vete improvizova shumë se ishte ere pare dhe nuk dite shumë. Edhe bera shumë nga vetja, sa i bera dhe nga ato ishin shumë të bukra, edhe ishte një eksperiencë e bukur. Ishte e veçantë. Anja? Për mua të gjitha pjesët ku unë merja pjesë, të gjitha ku unë merja pjesë, po. Ishin shumë të veçanta, por pjesa që ka një vend special në zemrën time ishte duaja me Anën. Duaja me Anën e kam shumë shoqe, patjetër që nga shoqet më të afërta që kam, dhe kur thjesht tam në një mënyrë aq spontane, shikoj të bëjmë duan bashkë. Ajde bëjmë këtë mbyllje e këtij kërcimi bashkë. Thash, okay, le ta bëjmë, dhe pavarësisht se kishte edhe raste ku Ana më thriste, që më thau zemrën, sepse nuk jam mësuar të shikoj Anën duke më thirrur. Profesionale. Po, gjithmonë, patjetër. Profesionale. Po. Dhe kishte momente që më ngrinte zarin dhe shikoja kështu dhe pastaj thoshte më fal, okay, hajde bëjmë edhe një herë. Po që ishte një pjesë shumë e bukur dhe patjetër dhe performanca e Brigelit ishte që nga veshjet, që nga lëvizjet, pavarësisht sa unë nga që kishim disa përplasje të orareve për provat, ishte pak e vështirë të vija në të gjitha provat dhe kisha humbur shumë shtim lëvizjesh, por që vajzat ja u di shumë për faleminderit të gjithave që më ndihmuan aq, që t'i kapja lëvizjet në moment, madje 10 minuta para shfaqjes un kam kapur lëvizjet anësore kur ishin ato ndrimet, gjërat, un ato nuk i dija fare, un kisha munguar në ato ditë. Dhe në minutat e para shfaqjes un i kam kapur ato lëvizje dhe prandaj dhe ajo ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse ishte diçka që ndodhi në moment. Anxhi tha që ishte pyetja e fundit, po mua tani juve jeni më lindi dhe një pyetje tjetër. Jeni viti i tretë. A keni një mesazh për vitet e para, për vitet e dyta, për sa i përket jo vetëm Rin Show, por të gjitha projektet që përfshin jeta shkollore? Motivojeni pak. Po. Motivacion. Mos e vrimendin, jepi. Shko do flasin për një show-un, pastaj në përgjithësi. Patjetër. Gjëja e parë dhe kryesore është që të ketë sa më shumë pjesëmarrje, që të shikojmë dhe të zbulojmë sa më shumë talente të pazbuluara ndonjëherë. Dhe se unë për shembull 2 vitet, tamam, si Danieli. Se unë për shembull 2 vitet e kaluara nuk kam marr pjesë. E jam penduar shumë për këtë pjesë, domethënë që sepse ishte vërtet një eksperiencë shumë e këndshme. Një nga gjërat që do mbaj më shumë kjo është, domethënë. Ndërsa në përgjithësi është domethënë që të mësoj në një herë gjë kryesore, sepse ne kemi nderuar këtë pjesë. E di që do pendojmë më vonë, po s'kemi çfarë t'i bëjmë. Të mësojnë, të vinë në shkollë, të argëtojnë, domethënë shkolla nuk është nuk është siç e bajnë, e kupton? Po. Edhe unë e kisha erën e parë që isha në Rin Show. Edhe ishte një eksperiencë e bukur. Mendoj që Rin Show kishte talente, pavarësisht se nuk e morëm neve raqi, edhe shkolla jon kishte, po që neve ishim shkolla me shumë çmime? Po. Në finale ne ishim me 8 Ishim numra. dhe shkolla në vendin e dytë. Ti asnjë anë. Vazhdo. Ishim dhe shkolla që u pozicionon në vendin e dytë. Ti je Zvicër. Po. Super. Okej. Mesazh patjetër është pjesëmarrja. Domethënë, pavarësisht gjithë aktiviteteve që bëhen në shkollë, Rin Show është një pjesë që nuk do harohet kur. Unë në vitin e dytë nuk mora pjesë, por kujtimet nga viti i parë i kam akoma të freskëta sikur të ishin dje. Dhe madje në periudhën që ne bënim prova, mua vazhdon të më ndinin kujtime nga galeria të ndryshme të vitit të parë dhe i kujtoja me aq nostalgji sepse ishim krijohet një afrimitet që ti nuk ta pret mendja. Pra ti mund të afrohesh me njerëz që ti nuk e mendoje se do afrohesh ndonjëherë. Dhe krijon shoqëri, dhe ato shoqëri është mirë ti mbash edhe pas gjimnazit.
Dhe më e rëndësishmja për mua është të bësh qejf. Domethënë mos I marr shumë me seriozitet gjërat që të bësh, le të themi I bezdisur tek të tjerët, ja u nxjerrësh në përhumb, sepse është thjesht një shfaqje, nuk është një shfaqje profesionale që ta marrim seriozisht ose ndryshe s'bëhet. Është një shfaqje që bëhet nga të rinjt, nga gjimnazet. Dhe duhet të ketë edhe qejf edhe punë, patjetër. Dhe më e rëndësishmja për mua është të bësh qejf, të bësh sa më shumë foto që të kesh sa më shumë kujtime nesër pas nesër. Ne ju falenderojmë pa mas që ishit pjesë e podcastit ton, sepse nuk sollet vetëm fakte dhe ato momente tuaja më të bukura, por edhe të qeshura, gjë që është e veçantë, sepse jo të gjithë vinë këtu dhe e shprehin talentin e tyre, por edhe vetveten e tyre. Ne ju falenderojmë shumë. Ju urojmë suksese pa mas, presojmë gjitha ëndrat, sepse tashmë jemi viti 3, të gjitha ëndrat të realizohen dhe Shumë faleminderit. ju presim dhe në projekte të tjera, pse jo? Është dhe një surprizë që do vi në fillim maj, por që për atë nuk do flasim, është një surprizë e këndshme. E mbylla. Do shihemi së shpejti. Do shihemi përsëri. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit edhe ju, mirupafshim. Dhe kjo ishte pjesa e parë për sa I përket yjeve tanë të Rishow. Do të shihemi tek pjesa e dytë me ne tek Sheri. Pafshim.